Pas hetimeve disa mujore, Prokuroria e Krimeve të Rënda i ka kërkuar gjykatës caktimin e masës së sigurisë së arrest me burg i shefit të policisë së Kurbinit Ylli Vata. Vendimi nuk është zbatuar ende nga policia pasi dyshuari ka humbur gjurmët prej datës 13 shkurt të këtij viti. Oficeri i policisë Vata, sipas akuzës, ishte e prori specialistëve të policisë së zonave të Kurbinit ku mbillej kanabisi. Ai është pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, thot prokuroria, duke qenë bashkëpunëtor në kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Emri i shefit të rendit Kurbinit rezultoi gjatë hetimit të nisur në nëntor të vitit 2016, ku arrestuan 7 persona, ndërta dhe Zani Kasmi, edhe ky efektiv policie. Por prokuroria theksoi se kreu i grupit kriminal ishte Lefter Neli, i jetuar nga Korriku i 2016-s. Për këtë aktivitet ai kishte marrë sigurinë se nuk do të cënohet nga forcat e policisë së komisariatit Kurbinit, ku Vata kishte post drejtuesi. Gjithashtu hetimi zbuloi se një sasi e madhe bimësh narkotike nuk është as zgjesuar me djegje, edhe pse grupi i kontrollit i drejtuar nga shefi i rendit Ylli Vata kishte qenë në këto vende për t'i zgjesuar ato. Pra për krimet e rënda, Vata kishte krijuar një mekanizëm i cili bënte të mundur krijimin e kushteve për kultivimin e bimës narkotike në zonat e malësisë së Kurbinit, duke patur edhe rol kryesor.